Ministria e Pushtetit Lokal ka kthyer një vendim ose disa vendime tjera, të cilat janë të kundërligjshme apo janë në kundërshtim me dispozitat ligjore që janë në fuqi. Kjo përfshin dhënien e shfrytëzimit të pronave komunale, përfshin objekte publike, dhënie të pronës komunale për ndërtimin e objekteve publike, shumë çështje tjera. Ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë me mediat, qoftë në nivelin lokal apo në nivelin edhe qendror, dhe përmes mediave ne kemi arritur që të plasojmë këto gjetje apo shkeljet të cilat janë bërë nga kryetari i komunës, po edhe nga administrata e lëvizjes vetëvendosje apo nga lëvizja vetëvendosje në shtime. Kur flasëm për shkeljet, unë mund të marr vendimin e kryetarit të komunës për risistematizimin e vendeve të punës së zyrtarëve komunale, të cilat kanë ndodhur në vitet që lanë pas, dhe atë vendim kryetari i komunës kryen vetë, ka nënshkruar, edhe pse ne si opozitë në kuvendin e komunës e kemi paralajmëruar që një vendim i tillë nuk mund të nënshkruhet nga kryetari i komunës, mirë po duhet të kalojë përmes kuvendit të komunës, dhe ai për këtë nuk arriti, nuk i kishte numrat e duhur për të kaluar, për shkak se ne argumentu mirë këtë dhe tha që kryetari mund të nënshkruajë çfarë do vendimi. Për këtë ne paralajmëruam, mirë po ai prap e kishte nënshkruar vendimin dhe ne me të nënshkruar vendimin ai si kryetari i komunës e kemi përcjellë në Ministrinë e Pushtetit Lokal dhe Ministria e Pushtetit Lokal ka konstatuar se kryetari i komunës ka bërë shkelje në marrjen e këtij vendimi dhe tani do t'rregoj edhe pasojat të cilat janë. Për shkak se përmes këtij vendimi janë prekur shumë zyrtarë komunal, madje kryetari i komunës ka shkelë edhe statutin e komunës së Shtimës, për shkak se ka themeluar edhe një drejtori apo dy drejtori pa u votuar në kuvendin e komunës së Shtimës. Kështu që të gjitha këto gjetje ne i kemi prezantuar qoftë në media, qoftë në Ministrinë e Pushtetit Lokal si organ mbikëqyrës që është i nivelit lokal dhe është konstatuar e shkelje. Edhe pas konstatimit të shkeljes, kryetari i komunës me një mbledhje apo shkarazi shumë shpejt atë vendim vetëm e ka sjellë sa përsy e foqe në kuvend që të arsyetuohet në Ministrinë e Pushtetit Lokal. Mirë po, kjo gjetje, kjo shkelje tani vazhdon në gjykatën themelore administrative këtu në Prishtinë dhe besoj që edhe gjykata do ta konstatojë të njëjtën, për çka shpresoj nuk do po paragjykoj, po jam goxha i bindur për shkak se veç tashmë kemi një argument që ai vendim ka qenë i kundërligjshëm dhe sekretari jo vetëm këtë, po përpothuese për çdo mbledhje të kuvendit. Tani që kemi mbledhjen me 2 prill, Ministria e Pushtetit Lokal ka kthyer një vendim ose disa vendime tjera, të cilat janë të kundërligjshme apo janë në kundërshtim me dispozitat ligjore që janë në fuqi. Kjo përfshin dhënien e shfrytëzimit të pronave komunale, përfshin objekte publike, dhënie të pronës komunale për ndërtimin e objekteve publike, shumë çështje tjera.